Një akt i paprecedent ka ndodhur në zemër të sistemit të drejtësisë shqiptare. Gjyqtari i apelit Astrid Kalaja u ekzekutua marrëmëzjarri brenda sallës së gjyqit në momentin që po ushtronte detyrën e tij. Autori i krimit është identifikuar si Elvis Shkambi, i cili kishte hyrë në godinën e gjykatës i pashqetësuar dhe i armatosur. Burimet bëjnë me dije se më njëherë pasi gjyqtari Kalaja dha vendimin kundër xhaxhait të tij, Gjon Shkambi, i përfshirë në një çështje pronësie, autori ka nxjerrë armën dhe ka qelluar 3 herë drejt trupit gjykues. Përveç gjyqtarit, i cili humbi jetën në vend, u plagos edhe babe bir Rakip Dervis Kurtaj, që ishin palë kundërshtar në procesin gjyqësor. Pas krimit, godina e gjykatës së apelit është rrethuar nga forca të shumta sigurie, ndërsa çdo seancë e parashikuar për ditën e sotme është anuluar. Në Sadhën ku ndodhi ngjarja, kolegët e gjyqtarit Kalaja ka vendosur lule në shenjë ndërrimi për kolegët e rënë në detyrë. Në shenjë zije dhe solidariteti, proceset gjyqësore në të gjitha gjykatat e vendit janë pezulluar për 2 ditë. Gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët do të marrin pjesë në omazhet që do të mbahen ditën e nesërme në hollin e Pallatit të Kongreseve nga ora 09 deri në orën 11. Astrid Kalaja do të përcjellet në banesën e fundit në 8 tetor në qytetin e tij të lindjes Shkodër. Në të gjitha institucionet e drejtësisë, flamuri është ulur në gjysmështisë, ndërsa në komisionet parlamentare është mbajtur 1 minutë heshtje në nder të gjyqtarit të ndjer. Gjëria ka hapur një debat të fortë mbi sigurinë në gjykata dhe përgjegjësinë e institucioneve për mbrojtjen e trupës gjykuese. Ajo mbetet një këmbën alarmi për funksionimin e shtetit ligjor në Shqipëri.